Bismillahirrahmanirrahim. Po fillojmë me peisazhin e surës. Unë kam shkruar disa meditime, nëpërmjet atyre do të mundohemi me lundru në përkuptimet e surës. Më duket e kam thonë gjatë shpjegimit surës Muzammil, shkarazi po e veçoj këtu. Fundi i surës me fillimin Inna Allahe ghafurur rahimu ya ayyuhal mudaththir. Pra, po lexoj atë që kam shkruar, pastaj më mundu me elaboru. O Muhammed, o ti i mbështjellur, thira jote duhet me qenë me mëshirë, me mendim të mirë. Kështu duhet me qenë thira. Ja ayyuhal mudaththir, o ti i mbështjellur, inna Allahe ghafurur rahimu ya ayyuhal mudaththir. Thira jote duhet me qenë me mëshirë e me mendim të mirë. Pas çka do të japni Zotit? Inna Allahe ghafurur rahim, ya ayyuhal mudaththir. O ti i mbulum, ngreto, por si piknisje mendimin e mirë. Si piknisje mendimin e mirë. Jo si piknisje me mendu keq për tjerët. Jo si piknisje me thonë në zona. Atë kujtohet. Inna Allahe ghafurur rahim. Pa gjitha jesur, me gjitha të mësime, me gjitha të peripecim, fund për i thot, shumë keni pas mangësiju. Inna Allahe ghafurur rahim. Ama Allahu edhe ju ka fal, edhe ju ka mëshiru, edhe u ka te kalu gabimet. E kur ta lesh thirrjen, e dish publik, e përzihesh me njerëz, inna Allahu ghafurur rahim. O ti mbështjellur me mendim të mirë, me optimizëm, e fjalë më të mira. E fjalë më të mira ku janë. Kur asnjëherë, sa të që është e vështirë gjendja. Kur mos ju fol popullit me pesimizëm. Kur mendoj pejgamberi alayhis salam në çastet më të vështira u jepte shpresë, optimizëm e përgëzime. I kishte vendosur dy gur nga uria e madhe e u jepte optimizëm shokëve vet. Pra asnjëherë mos u bë pesimist. Qoftë edhe në raste ku një mendjen duhet e meriton ai vend, ai çast njeriu të pikëllohet mërzitet. Bëu optimist. Optimist me qëndrueshmërinë edhe duke qenë gjithmonë njeri që mendon më të mirë. O thiyabaka fatahhir. Rrobën tënde, mos lejo me të thonë, a prej këti me marrë diturin, vesh u bukur. Tjetra, kujdesu me mendimet, artikulimet dhe prezentimet. O thiyabaka fatahhir. Vesh u bukur kur shet i kushtot, mashallah, pra, edhe mu dhe ju besoj ju ka ndohur. Ti fillon me ndëgju një njerit, bash kur e shtar me ditë çka po thot për shkak të veshjes. Po edhe kundërta, nga njëherë ti e ngan se është vesh bukur, bash kur e shtar me ditë çka po thot, sy të fol pak e nal, pauzë ose hek ose e bën delete. Se ngon kur e bën blok. Allahu po edhe pejgamberit ti ki shumë pesh, ki shumë dije, je meritor me folë me thirrtirt, o thiyabaka fatahhir, vesh mos gabo dikush pi aty me thon, a që ti me marr ditonin që shku ka vesh. Sa kesh ka vesh, haj me det. Angohet kë, duke mos e rregullu mekrën, duke mos u vesh bukur, duke mos i sinkronizu teshat, duke vendos qallme, mi qallma, e kështë më radhë. O thiyabaka fatahhir. Japi pesh vetës, japi vlerë vetës sate. Japi vlerë vetës sate. Të keqës iki. Mirë po çka është kjo e ndyrë? Çka është ajo kjo kur Allah bot u rrut se fehjur? Asnjëherë, mos gabo me u përzi në ato tubimet e dyshimta. Mos u përzi në ato tubimet ku mblidhen të pasurit, e lihen, e injorohen, e nuk u vihet mendja atyre të varfër. Iki atyre mezhliseve, atyre xhamiave, ku mblidhen hoxhallarët e tregojnë çështje mbi çështje, e mbledhin me mira miliona, duke i gëny para prakisht ata të pranishëm. O rrut se fehjur, mos u bë kur pjesë e këtyre pakteve, e këtyre marrëveshjeve, e këtyre simpoziumeve. O rrut se fehjur. Ato mezhlise ku u thirrën të pasurit, e krekosen ata, e lihen me një anë të varfrit, o rrut se fehjur. Ik, në ato media, në ato emisione ku ti nuk mundesh me fol të drejtën, me shpreh mendimin tënd si duhet,
e rrjedhimisht të si pasoj del keq islami, feja, ti, e vërteta, morali, ik, o rrut se fehgjur. Ato debatet në për Facebooka, ku akuza e kundër akuza, shpifje e mallkime, o rrut se fehgjur, ik, asoj fletësire, asoj ndrysyre, mos ju afro. O rrut se fehgjur, nuk takon, bile edhe rrobën tane kështu kushtimisht e pastron duke i këtyne gjamave. O rrut se fehgjur. Tjetër, thirr me mëshirë tërkohen, pa ndalë. Madhëreje Zotin edhe madhëreje Zotin duke mos u korruptu asnjëherë. Fekebbir, ti thirr për kujtoje atë gjithmonë. Le tjetë për atë thira jote. O thijabeke, Allah thot, o rabbeke fekebbir. Zotin tonë madhëreje qyshe madhëreje vëllezër duke mos u korruptu. Ti thirr i tjerët, po mos jetë qëllimi emrit. Mos jetë qëllim asnjëherë personaliteti yt. Le tjetë gjithmonë për synim Allah e mandushëm. Le tjetë për qëllim Allah azza wa jall. Askush tjetër. O rabbeke fekebbir. Allahu al-madhreje, pra të thirret atij për kujtoja atë gjithmonë. Le tjetë për atë thira jote. Jo për dikën tjetër, jo për na qëllim kësaj bote. Ndryshe as nuk ka bereqet, as ndikim, e as sukses, as thirrja, as përpjekje. Me Allah do të vazhdojmë të svirin e surës në ligjëratën e ardhshme, dhe atë ju i madh Zot, e faleminderit nga zemra.